Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, këtë herë për të ndaluar dhe për të pozicionuar pak tek ferma VIP. Në ferm, do me thënë po ndodhin ca gjëra interesante, me sa shoh produksioni dëshironte që të rikthen krevatin, do me thënë ta bën shënjestër në ferm, lidhjen e dashurisë të një djalit i cili është shumë vite më i madh se sa vajza tjetër, një vajzë e cila ndoshta shpejtoi shumë dhe shkatroi dashurinë jashtë për të qëndruar besnike djalit në fjalë dhe më në fund Indrin kur iku në dhomën e Agait, do me thënë deri para se të ikte në dhomën e Agait kishte bindje të tjera, kur iku në dhomën e Agait pasi u kthye mbylli gjithçka me Vanesën. Do me thënë një dashuri e ndaluar, unë kështu do ta quaj. Tani dua pak ta komentoj këtë dashurinë. Vanesa gjatë gjithë ditës së djeshme dje ka qarë. Pse ka qarë? Ka qarë sepse fillimisht një herë tashmë ajo e ka të sikletin e familjes se çfarë bëri. Shkatërroi marrëdhënien e saj, shkatërroi dashurinë e saj, sepse Indri gjatë gjithë kohës e kishte si siklet marrëdhënien e Vanesës, e kishte si siklet historinë e saj, ajo ishte në një lidhje, dhe Vanesa, pa u menduar dy herë gjatë prajmit, duke mos diskutuar me Indrin, ajo mori përsipër që ta shkatron marrëdhënien duke e gjuajtur fajin e marrëdhënies mbi vete, kjo gjë që në fakt krijoi një siklet edhe më të madh mes Indrit. Por Indrin nuk ka qenë i bindur në fakt që në momentin e parë për këtë njohje me Vanesën, edhe pse në bisedën e tyre ai jepte shpresa, ai jepte emocione, gjatë gjithë kohës do me thënë bisedonin sikur të ishin një çift për te shoqërisë, por Indrin mundohet që këtë gjën, do me thënë, ta përkufizoj që nuk dua djalim të më shikon me një femër tjetër. Edhe pse djali i tij është 4 vjeç në fund të ditës, do me thënë, ai është okay me veten e tij, nuk ma merr mendja që familjarët e lejnë atë që ai gjatë gjithë kohës të shikoj fermën. Por në biseda e më sipër, do me thënë Indrin akoma ka emocione dhe akoma ka ndjenja për bashortën e tij, që kjo është më se normale, që Indri ndoshta ka shpresën që ta ribashkon përsëri familjen dhe të ribashkohet përsëri me bashortën e tij, sepse nën atij fëmijë nuk i bëhet askush më shumë se sa nëna e tij. Tani, a ka luajtur Indrin me Vanesën? Për mendimin tim nuk ka luajtur, do të thoni pse? Sepse ai nuk është se u lidh me të, nuk është se fjeti me të, nuk është se i mori asaj emocionet seksuale dhe luajti. Ai thjesht u afrua me të, thjesht ndau një komunikim, mendoj që Vanesa është një karakter që rëshket shpejt bie në dashuri, mosha e madhe e Indrin, qetësia që ka i djalë, pozitiviteti që ka, njerëzilliku që ka, do me thënë e bëri Vanesën që të çmendet dhe ta bën për vete, dhe mendoj që këtu ishte dështimi i Vanesës që ra në dashuri me Indrin. Por Indri dje i mbylli rrugët e komunikimit në aspektin e ndjesisë, por çuditërisht nuk largohet nga Vanesa. Tani, do me thënë është njëjti rast si Miri dhe Selin që ishte në Big Brother. Tani nëse ti dëshiron që të mos kesh kontakte fare me këtë vajzën dhe që të mos kesh asnjë gjë me këtë vajzën, ti nuk duhet të krijosh emocion, nuk duhet të krijosh dashuri, nuk duhet të krijosh pasion tek ajo vajza që ajo në fakt ndërton një mendim që unë edhe ti po finalizojmë rrugtimin tonë. Mendoj që është e gabuar dhe këtu ishte gabimi i Indrin që i dha shumë shpresa Vanesës në mendime. Por kjo gjë si duket sonte do të merr atë finalizimin se çfarë do të ndodh me këtë çift. Do vazhdojnë apo jo? Apo ky është një lloj lufte e produksioni që dëshiron me patjetër që ta lidh, sepse ndryshe nuk funksionon jashtë. Domethënë sonte do të jetë kjo ndër temat kryesore. Dhe së dyti, ju e dini shumë bukur që ditën e djeshme në shtëpinë e fermës ka ndodhur një ngjarje. Do me thënë të gjithë u trazuan, të gjithë alarmuan, të gjithë u tronditën, të bërtitura, u lërima që në fakt u trëmba dhe unë që shikoja përtej ekranit. Çfarë ka ndodhur? Njëri nga qenë të kësaj shtëpie, një qenë që banorët e kanë futur brenda, ka qenë me epilepsi, por çuditërisht, kjo është gjë që ndodh, janë një racë e qenëve që kanë epilepsi,
por dua një trajtim të veçantë, do me thënë këtu banorët, fermerët nuk kanë informacion nga produksioni dhe ky është lëshimi i produksioni që nuk I jep informacione, po u dalin gjërat nga kontrolli, është ndruar e tërë ferma si një Big Brother, nuk është si një fermë, do me thënë qëllimi është të marrin më shumë klikime, qëllimi është të marrin më shumë komente, qëllimi është të krijojnë më shumë drama. Do me thënë, unë e kam thënë që në fillim fermerët nuk janë të bazuar tek ferma, sa janë të bazuar tek dinamika, tek zënkat, tek lufta që po bëhet në këtë fermë. Do të thënë nuk është se kanë sfida shumë të rënda mes njëri tjetrit, por kanë më shumë luftë. Tani, përsëri neglizhenca e produksionit nuk solli një informacion se si është qeni, a është në gjendje të mirë, do të thënë çfarë është bërë me atë qen, por besoj që sonte do të dalin të gjitha videot në prime se çfarë ka ndodhur me qenin, si është gjendja e tij, do me thënë shëndetësore, a është mirë apo nuk është mirë. Gjithashtu sonte do të kemi dhe dinamikën të hapur mes Mozës dhe Klodit. Klodi mbrëm ka eskaluar nga vetja, ka ofenduar Mozën në mënyrën më të tmerrshme, ka ofenduar Mozën në mënyrën më të keqe, ka degraduar dhe denigruar Mozën në mënyrën më të ulët dhe kjo në fakt nuk është e drejtë dhe nuk është normale. Sonte do t'i kemi të gjitha këto dhe sonte do të flasim edhe për dinamikat që ka ndodhur mes Jonës edhe mes disa banorëve. Do të thënë Klodi e shikon Mozën si një gënjeshtare, e shikon Mozën si një përfituese, e shikon Mozën si një interesagjie, do me thënë një vajzë që ka interes të madh për të qenë në lojë dhe është duke gënyer me të vërtetën e saj që po thotë, do me thënë sonte do t'i flasim të gjitha këto ngjarje që në fakt janë ngjarje që kanë krijuar polemika dhe dinamika të forta tek publiku shqiptar. Të gjitha këto do të komunikohen sonte dhe të gjitha këto do të komentohen sonte. Do të thënë sonte kemi se për çfarë po flasim. Sonte kemi se për çfarë po debatojmë. Jona në fakt ka krijuar një dinamik të fortë brenda shtëpisë dhe të gjithën këtë do ta komentojmë sonte. Ju vazhdoni të gjithë të më ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV për të kuptuar ngjarjet më të fundit, për të kuptuar dinamikat më të fundit se çfarë po ndodh në ferma VIP, do të thënë çfarë po bëhet në ferma. Është një dramë e vërtet ajo që po ndodh në fermë.